Grupi parlamentar I Partisë Demokratike Shqiptare propozon që sigurohen mjetën lartësi prej 120 milion denar për rikonstruim, mirëmbajtje dhe asfaltim të rrugëve në komunën e Çajirit. Amandamenti nuk pranohet. Ditës ilustruam edhe me foto se në çfarë gjendje I kemi rrugët në komunën e Çajirit. Ati gjithçka mund të themi përveç se rrugë. Ja edhe njëherë të nderuar qytetar, të nderuar shqiptar. Kemi një subjekt politik që I thon vetës çlirimtar, që kanë kërkuar nga shqiptarët gjak, ju keni dhënë, që kanë kërkuar dhe kërkojnë nga shqiptarët para, me qef, me zort, I marrin. Që kanë kërkuar vota dhe kërkojnë, me qef, me zort, I marrin. Dhe falë këtyre gjërave, janë të instaluar në pushtet prej vitit 2002, pushtet qendror, me komunën e Çajirit udhëheqin prej vitit 2005, 10 vite. Dhe gjithë kapitali juaj, gjak, djers, mund dhe vota, që është amanet I shenjtë, ja si përfundon nga BDI në këtë karikatur të quajtur rrugë, cilën gjithë bota qeshet me ne. Ky ilustrim I kësaj fotoje ndoshta është projekti, është ironike, po e vërtet, më I mirë dhe rruga më e mirë që ka bë BDI-ja në komunën e Çajirit. Me I pat nderuar qytetar, si janë rrugët tjera në këtë komunë, jenë ma keq se kjo. Dhe di se habiteni kur them ma keq se kjo, sepse me siguri pyetni, a thu vërtet ka ma keq se kjo? E ka. Ka në Çajir, falë politikës kriminale të BDI-s. E kam thënë ditëve të kaluara, shkoni vizitoni rrugën që është nga Çajrçanja për në Serov. Nuk kalon ajo rrugë gjerësinë 2.5 metra, po përmes është gropa e madhe, 2 kilometra vazhdon një e qarë, dhe me thonë gropë në këtë rrugë. Dhe vetëm ato banor e din se si hjekin për ditë të zezat që I përjetojnë duke kaluar atë rrugë. Dëmtohen automobilat, shkatrohen, dhe kjo ju kushton xhepin e banorëve. Përveç kësaj, bllokohet komunikacioni, nervoza e kështu me radhë. Dhe dini sa kushton të ndërtohet kjo rrugë. Me 0.00001% të këtij buxhetit të kishin nda mjete kjo rrugë në vetëmbanimin në komunën e Çajirit, në lagjen e Cerovës, Çajrçanës, do të ishte rregullu. Të njëjtë rrugët përplot me gropa e lloç janë në lagjet tjera
të komunës Çajirit, në Gazibab, përveç se janë rrugë të ngushta, janë krejt gropa e lloç. Dhe një gropë për ta mbush komuna e Çajirit i duhet kalojnë vite të tëra. Vite të tëra nuk janë gjendje të mbushin një gropë. Kështu njëjtë janë rrugët edhe në lagjen e Dijonit. Rrugë të ngushta, rrugë të shkatruara, rrugë për plot gropa e lloç. Gjithë komuna e Çajirit është me rrugë të shkatruara. Edhe kështu është kjo gjendje për sa i përket gjithë infrastrukturës. Rrugë nuk ka, ujë nuk ka, kanalizim nuk ka, ndriçim publik nuk ka, hapësira gjelbruse nuk ka, ata që ishin janë zaptuar dhe ndërtohen objekte, ndërtesa të funksionarëve të BDI-s, cilët bëjnë biznes. Shkollat janë gjendje të mjerueshme dhe asnjë send të hajrit, asnjë nevojë për të jetuar një jetë normale nuk ka në këtë komunë Çajirit. Po çka ka, do të thonin, komunën e Çajirit? Ka mafia urbane. Kjo mafi urbane në komunën e Çajirit ka bllokuar dhe ka zaptuar çdo hapësirë publike. Ndërtohen objekte pa leje. Dhe për ta ndërtuar objektet pa leje, reketohen banorët e Çajirit. Reketohen me të madhe dhe deri tani askush, asnjë institucion nuk ndërmerr asnjë hap që këto banor të dalin, të këto që reketojnë, mafia urbane të përgjigjet para drejtësisë. Ministri i Ekonomisë mbram thot me një emision se shtëpinë që i ka ndërtuar me pishin, bazent, që kushton qindra mijëra euro, ende thot e kam në fazë, në proces të legalizimit. Si është lejuar dhe kush e ka lejuar që të ndërton atë shtëpi që kushton qindra mijëra euro pa ma leje ndërtimi? Pse lejohen nga ana tjetër funksionarët e BDI-s që të ndërtojnë pa leje, ndërsa banorët tjerë të komunës Çajirit që jetojnë në kushte shumë të rënda, që mezi kanë nga një dhomë, kur e kërkon nevoja që të zgjerohen, me njerë kriz reketi dhe inspeksionet e komunës Çajirit. Dhe jo vetëm kjo, vazhdon të lashet dhe hallet e qytetarëve në komunën e Çajirit i ke gjithandej. Shantazhet, kërcënimet i përjetojnë për çdo ditë banorët e komunës së Çajirit. Uzurpohen trotuaret. Uzurpohen trotuaret nga ata që kanë lidhje me BDI-n. Nuk ka asnjë, e keni pasur kaosi në komunikacion është në komunën e Çajirit. Nuk ka parkingje. Për shkak se edhe po duan të ndërtojnë parkingje, nuk kanë vend. I kanë zaptuar për qëllime tjera të biznesit.
është komuna më e getoizuar në Evropë. Dhe këtë getoizim e ka fal udhëheqës së BDI-s që udhëheq 10 vjet me komunën e Çajirit dhe nga viti 2000 me pushtetin qendror.